Vëzër, për me ushqy besimtari veten e tij me iman dhe me veprat e mira, nuk ka dyshim se është një prej angazhimeve më të mira në jetën e tij. Pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë po ju thot shokëve të tina, thot afdalul jihadi an yujahid al mar'u nafsahu wa hawahu. Do thot jihadi më i mirë, lufta më e mirë, përpjekja më e mirë është përpjekja e personit i cili e lufton brendin e tina dhe veset e tina. Çka në kupton që besimtarit luftojë vëllezër tek vetja e tina? Do thot duhet luftoj egon e tina, duhet i luftoj pasionet e tia që shpeshherë nuk mundet me i kontrollu. Duhet ta luftoj tek vetja dembelinë e adhurime, sepse ka prej njerëzve të cilët për shembull nuk munden gjithmonë me qenë në të njëjtën vijë, në bindje ndaj Zotit Dhul Xhelal. Duhet ta luftoj mëkatin, duhet i luftoj veset e liga e kështu me radhë. E pse gjuhet prej xhihadit më të mirë? Për arsye se kjo kërkon një luftë të vazhdueshme. Dhe kërkon me pas besimtari sinqeritet, po edhe me pas seriozitetin në qëllimet e tia, në synimet e tia. E keni pa për shembull ka disa prej njerëzve të cilët kur shoqënohen me fetar, për shembull janë të lehta adhurimet për ta, kryerja e adhurimeve, namazi, braktisja e punëve të liga, aktivitetet e ndryshme humane, për shembull kur janë shoqënitë të njerëzve të mirë, fetar e kanë të lehtë kryerjen e adhurimeve. Mipo kur për shembull në vetëminë e tyre ose kur shoqënohen me atë rrethin tjetër rutinor që e kanë ose të përditshëm ose kështu me radhë, ka prej tyre të cilët për shembull pastaj neglizhojnë namazet e tyre ose neglizhojnë lënien e punëve të liga ose veseve të liga dhe i kthehet asaj rutinës në të cilën ka qenë më herët. Andaj me pas njeriu shoqëninë e mirë është një ndihmëse e madhe në qëndrueshmërinë në rrugën e Zotit Dhul Xhelal. Sepse për me qëndru besimtarin në rrugën e drejtë, për me qëndru duke qenë vepërmirë, kërkon prej tina pra që të lloj të luftës që e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam. Madje një herë prej herave, duke u kthy prej një lufte ku i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam shokëve të tina, po ju thot, po kthehemi prej një lufte të vogël në një luftë të madhe. Edhe disa prej shokëve u çuditën dhe thanë si o pejgamberi Allahut, na po kthehemi prej një lufte të vogël në një luftë të madhe. Cila është ajo lufta e vogël? Thotë kjo lufta e cilën e sapo e lam, kjo është luftë e vogël, sepse kjo është për shembull e ki armikun të dukshëm, edhe një ditë për shembull e luftë përfundon. Mi pa e lufta e mbrashme është e lufta me kulturësin, është e lufta e egos, e lufta për pushtet, e lufta për famë. Kjo është ajo lufta në të cilën besimtari nëse është në rrugën e drejtë, nëse nuk ruhet prej tyne, Zoti na ruaj një ditë prej ditëve, mundet me shkatërrua dhe me nxjerr prej rrugës së drejtë. Prandaj vëllezër, Allahu te bareke ve teala në vend e Kur'anit famëlar ua ka tërheq vërejtjen njerëzve, të cilët do thotë nuk bën me lshu veten e tyre në lagje. E keni pa ka prej njerëzve që të hajnë kohën tonë, në luftën tonë. Ka prej njerëzve të cilët dojnë me marrë merita për cilat nuk janë meritor për to, dojnë me marrë sukses cilat nuk janë të tyne. Dojnë me marrë të tjerëve meritat për cilat kanë qenë do thotë meritor për to. Pse? Për me marrë një hise të jetës së kësaj bote, qoftë materiale, qoftë fallë, qoftë shtë më radhë. Mirë po kove dhe prej fetarëve të cilat për shembull dojnë me rangu veten e tyre prej evlijave, dojnë me bo veten e tyre prej fetarëve të mirë. E Zoti Madhëshëm çka ka thonë? Ka thonë fela tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kur mos e pastroni veten tuaj për me gradu si të mirë, se të devotshëm ose kështu me radhë. Sepse Zoti i Madhëshëm është ai i cili e din më së miri për devotshmërinë e secilit për juve. Prandaj kur me vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë për sahabët një mërzi e madhe, një situatë e madhe, e ranë kush me e marrë do thotë me udhëheq ummetin, kush me e marrë përsipër do thotë udhëheqjen e shoqënisë. Ja kanë caktuar për shembull Ebu Bekrit,
Ebu Bekri edhe pse ka qenë më meritori për te, edhe pse ka qenë më i devotshëm prej sahabëve, ai gjithmonë sa herë që njerëzit e kanë komplimentuar, sa herë që njerëzit e kanë lavdruar, sa herë që njerëzit kanë folur mirë për te, atina i është shtu më shumë frika ndaj Zotit dhe kërkim falja për gjunohat e tija. Edhe prandaj edhe ka thonë një lutje, një dua të cilën e pëlqejnë shumë do thotë dietarët islam, edhe e thonë që është mirë me e thonë atë lutje, sidomos për shembull për një person të cilit njerëzit i kanë dhënë shumë për shembull respekt, i kanë folë shumë besim, i kanë folë shumë autoritet, i flasin shumë fjalë të mira, miradije, kështu me radhë, me e thonë këtë lutje në mënyrë që me qenë buroj prej cytjeve të shejtanit e marrë. Që ka thonë Ebu Bekri? Ka thonë, o Zoti i Madhreshëm, mos u merr përgjegjësi për këto fjalë të mira që po i thonë për mua. Edhe falmi mua gjunohat të cilat këta nuk i din, edhe bëm mua më të mirë se sa që këta mendojnë. Këtë lutje do thotë që është e ka regjistruar si të përjetshme historia, është një prej lutjeve më të bukura për të cilën besimtari secili prej neve ka nevojë. Që edhe nëse ka dikush mendimin e mirë për neve, mos më na shpijajë në vetëkënaqësi, mos më na shpijajë në një lloj situate kështu që mu dukti për shembull më i mirë se të tjerët e kështu me radhë. Pse se Zoti nuk i don ata të cilët kanë brendinë e tyre. Brendinë e tyre do thotë diçka prej këtyre vezëve të liga të egos. Allahu i dën besimtarët me qenë të sinqertë, me qenë të devotshëm, me qenë çdo herë, edhe kur janë në sukses, edhe kur të tjerët i lavdrojnë, gjithmonë me kërku për kërkimfaljen tek Zoti te bareka ve teala. E lusëm Allahun e Madhreshëm që të na bëjë prej besimtarëve të mirë, prej njerëzve të devotshëm, prej atyre që i dha Allahu dhul xhelal. Sepse me dashur njerëzit dhe me të respektuar njerëzit është pak gjohë, sepse tek e fundit lodhja dhe respekti i tyre nuk mundet me na ndihmu neve nesër tek Zoti te bareka ve teala. Neve vetëm veprat tona të mira ose na shpëtojnë tek Allahu dhul xhelal. Neve vetëm kërkimfalja dhe largimi prej gjunaheve na shpëton neve tek Allahu dhul xhelal. Neve vetëm zemra jone e pastër na shpëton tek Zoti te bareka ve teala. Prandaj duhet çdo herë që ta luftojmë do thotë egon tonë, brendin tonë, që ta rishikojmë veten tonë edhe raportin tonë me Allahun dhul xhelal. Edhe kur jemi mirë me Allahun, sigurisht se kemi me qenë të mirë edhe me të tjerë, kemi me qenë të dobishëm për të tjerë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin.